Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, mustaqet e mistrit kurojnë diabetin dhe tensionin e lartë, ja si t'i përdorni. Shqiptarët i kanë përdorur për shumë kohë mustaqet e mistrit për shkak të vlerave të tyre të shumta shëndetësore që ato kanë. Fije të holla të mustaqeve të mistrit duket se janë të pastura me antioksidantë dhe ushqyes, siç është për shembull kalciumi, kaliumi, vitamina B2, C dhe K. Mustaqet e mistrit, sipas të dhënave, janë të pastura me proteina, karbohidrate, minerale, vitamina dhe fiber. Për më tepër, ato përmbajnë disa substanca kimike që ndihmojnë organizmin që të nxjerrë jashtë lëngjet dhe njëkohësisht kripën e tepërt nëpërmjet urinimit, ndryshojnë edhe nivelet e sheqernave në gjak dhe ulin po ashtu inflamacionin. Vlerat e mustaqeve të mistrit. Këtu ju do të gjeni listën e vlerave shëndetësore të mustaqeve të mistrit të listuar nga ekspertët. Trajtojnë infeksionet urinare, luajnë rol diuretik, parandalojnë formimin e gurëve në veshka dhe gjithashtu shmangin mpiksen e gjakut, ulin edhe tensionin e gjakut dhe njëkohësisht ndihmojnë në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Shërojnë problemet shëndetësore të shkaktuara nga inflamacioni, luftojnë gjithashtu kolesterolin, janë burimi mirë i vitaminës C, përdoren kundër obezitetit. Përdorimet për lëkurën. Mustaqet e mistrit munden të përdoren edhe si çaj ose në lëng me të cilin mundet të lyeni lëkurën tuaj problematike të prekur nga akne dhe njollat. Ato zbehin kruarje dhe dhimbjet e shkaktuara nga lëndimet e lëkurës. Megjithatë, ju duhet që të keni kujdes në përdorimin e mustaqeve të mistrit, sidomos nëse jeni duke përdorur medikamente të ndryshme, sepse mustaqet e mistrit ulin nivelin e sheqernave në gjak. Nëse jeni duke marrë ilaçe kundër diabetit, atëherë nuk duhet që të konsumoni mustaqet e mistrit në të njëjtën kohë. Njerëzit që vuajnë nga niveli i lartë i sheqernave ose i tensionit munden që ta pinë çajin e mustaqeve të mistrit vetëm pas konsultimit me mjekun. Nëse ju përdorni medikamente për hollimin e gjakut, atëherë pirja e këtij çaji do të zhvlerësojë punën e medikamenteve. Si të përgatisni çajin e mustaqeve të mistrit? Metoda e parë. Kjo është metoda më e përhapur dhe për të juve do t'ju nevojiten mustaqe të thata ose të njoma të mistrit, ujë dhe lëng limoni. Zjeni ujin për pak kohë, hidheni mustaqet e mistrit dhe lëreni që të zjejnë për disa minuta. Lëngu do të ngjasojë me lëngun e një karameli të shkrirë në ngjyrë kafe. Kullojeni dhe shërbejeni ato të ftohtë ose të nxehtë. Disa njerëz gjithashtu shtojnë lëng limoni për ta bërë çajin më të shijshëm dhe njëkohësisht aromatik. Çajin e mbetur mundet që ta mbani në frigorifer edhe për pak ditë. Metoda e dytë. Kjo është një metodë ideale për ata që duan të përftojnë vlerat natyrale të mustaqeve të mistrit. Për këtë metodë juve ju nevojiten mustaqe të thata dhe të grira, ujë dhe mjalt. Kjo metodë nuk kërkon ujë të zjerë. Hidhni pak ujë në një kavanoz qelçi me kapak. Shtypni aty mustaqet e mistrit në ujë. Mbylleni kapakun dhe mbajeni kavanozin në një vend me diell për një ditë të plotë. Në fund të ditës futeni kavanozin brenda. Kulloni ujin, shtoni mjalt dhe përzjeni mirë. Kavanozin mbajeni në frigorifer dhe shërbejeni ato të ftohtë. Mistri ka një shumëllojshmëri të gjerë të përfitimeve shëndetësore dhe ai është një përbërës thelbësor në kuzhinat e atyre që i kushtojnë rëndësi të ushqyerit. Mistri është një ushqim i cili ka vlera të larta ushqyese.
Ai jo vetëm që ju siguron kalori që nevojiten në baza ditore, por për një metabolizëm të shëndetshëm gjithashtu është i pasur me vitamina A, B, E dhe shumë minerale. Përmbajtja e saj e lartë e fibrave gjithashtu luan një rol tepër të rëndësishëm edhe në parandalimin e sëmundjeve të këqija si kapslloku hemoroide dhe sëmundje kolorektal. Përmban gjithashtu antioksidantë të cilët veprojnë si agent anti-sëmundje të këqija, të cilat ndihmojnë edhe në parandalimin e sëmundjes së Alzheimerit. Hulumtimet tregojnë se mistri është gjithashtu një burim i mirë i ushqyesve për shumë njerëz dhe kafshë. Mistri përdoret jo vetëm për konsum ashtu siç është, por përdoret edhe në shumë mënyra të ndryshme të tilla si bukmistri, mielmistri. Gjithashtu përdoret edhe për gatime nga më të ndryshmet. Përveç kësaj, ajo ka kalori të ulët dhe përmban 3.4 gram proteina për një pjesë 100 gram. Ai është i pasur gjithashtu me vitamina dhe minerale dhe është një burim i shkëlqyer energjie. Mistri njëkohësisht është edhe kurativ. Mistri është i dobishëm për shëndetin pasi që përbëhet nga ushqimi me kualitet të lartë. Përveç shijes që ne mund t'i shtojmë pas çdo vakti, gjithashtu ai siguron mbrojtje kundër një sërë sëmundjesh kronike pasi ajo është e pasur me fitokimikal. Mistri përmban shumë minerale që përfiton trupi: fosfor, magnez, mangan, hekur, zink dhe bakër, të cilat gjithashtu gjenden në të gjitha varietetet e mistrit. Ajo gjithashtu përmban gjurmë të mineraleve të tilla si selen, të cilat janë të vështira për t'u gjetur në shumë dieta normale. Fosfori gjithashtu në mistër është i nevojshëm për të rregulluar rritjen, shëndetin e kockave dhe funksionimin optimal të veshkave. Përveç kësaj, magnezi është shumë i rëndësishëm për mbajtjen e nivelit të zemrës dhe rritjen e dendësisë minerale të kockave. Mistri është gjithashtu një dyqan i vitaminave. Unë ju rekomandoj që ta fusni mistrin në programin tuaj ushqimor, pasi përmban shumë vitamina si B1, B3 dhe vitaminën C. Degenerimi makular dhe katarakta, perdja, janë shkaqet kryesore të çrregullimeve vizuale më të zakonshme në botë dhe në verbëri. Ushqimi gjithashtu mundet që të luajë një rol të rëndësishëm në shfaqjen e tyre. Karotenoide siç janë për shembull zeaksantina dhe luteina, të cilat janë dy antioksidantë të pranishëm në mistër, kanë përfitime të konsiderueshme për shëndetin e syve. Kokrat e mistrit janë të pasura me vitaminë A, e cila është një vitaminë tepër e rëndësishme në aspektin e shëndetit të syve dhe në karotenoide që zvogëlojnë rrezikun e dëmtimit të shikimit. Një burim energjie. Fal shumë vlerave të larta në karbohidrateve që përmban, mistri është një burim i mirë energjie. Karbohidratet sigurojnë të gjithë energjinë e nevojshme për funksionimin e duhur të trupit dhe njëkohësisht të mendjes. Ato gjithashtu janë shumë të rëndësishme në ruajtjen e shëndetit të trurit. Mistri po ashtu është një ushqim i konsumuar nga atletët pasi jep energji. Mistri ul gjithashtu kolesterolin e keq. Sipas të revistave britanike, konsumimi i mistrit zvogëlon gjithashtu kolesterolin e keq duke frenuar thithjen e kolesterolit në trup. Ky reduktim në lipoproteinat me densitet të ulët përfshin kolesterolin, reduktimin e sëmundjeve të zemrës, parandalimin e aterosklerozës dhe pastrimin e përgjithshëm të radikaleve të lirë në trup. Mistri gjithashtu zvogëlon rrezikun e hipertensionit. Mistri përmban fitokimikal fenolik, të cilët rregullojnë presionin e gjakut dhe parandalojnë hipertensionin. Përveç kësaj, mistri është i pasur me vitaminën B, e cila është e dobishme për funksionimin normal të gjendrave të veshkave. Lëkurë dhe flokë të shëndetshëm.
Mistri gjithashtu është mjaft i rëndësishëm për shëndetin e flokëve dhe të lëkurës. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.